Përshëndetje për të gjithë shikuesit e dashur të televizionit Syrivizion dhe tashmë të podcastit Rinia. Kam kënaqësinë që të ritakohemi edhe këtë javë, mbi të gjitha kënaqësi më e madhe për mua është që çdo javë, çdo të diele ta ndaj këtë studio me bashkëprezantuesen Arsa Sarçini. Arsa, përshëndetje. Përshëndetje Endi, përshëndetje edhe për të gjithë ata shikues që po na ndjekin në këto momente. Faleminderit që vazhdoni të qëndroni shikues besnik të podcastit Rinia, ku ne mundohemi që çdo javë të sjellim mysafir të ndryshëm nga profile të ndryshme, të cilat mund të na tregojnë shumë më shumë rreth sukseseve të tyre, rreth profesioneve, e pse jo edhe ne që jemi këtu në studio. Por edhe ju që jeni duke na ndjekur të mësojmë shumë më shumë rreth profesioneve dhe gjithçka që sillet rreth nesh. Sot kënaqësinë e kemi unë edhe Endi që studion ta ndajmë bashkë me një mysafir shumë special, e kemi Hedon Dheshin, fizioterapeut. Faleminderit shumë Hedon që ke pranuar ftesën. Faleminderit për ftesën dhe juve. Faleminderit shumë Hedon, dhe është kënaqësia e imja dhe Arsës që të intervistojmë në ato 360 shkollat e suksesit dhe profesionit tënd. Atëherë Hedon, ne do të fillojmë pak a shumë në lidhje me pjesën e profesionit tënd, si ka lindur dëshira. Pra si ka lindur dëshira për të qenë fizioterapeut? A ishte diçka që e ke pas në mendje shumë kohë, apo thjesht ishte vetëm një çast edhe tha që unë dua të bëj fizioterapeut ose unë dua ta ndjek këtë drejtim? Pra gjithmonë interesi im ka qenë tek sfera e mjekësisë, por duke marrë parasysh që kam qenë një sportist deri në moshën 20 vjeçare. Gjithmonë e dëshira me qenë afër sportit, pasi që nuk e shikoja si një punë, si një profesion, vendosa të zgjedh sferën e fizioterapisë. Pra, kryesisht domethënë synimi është targeti im është të mirë me shumë me sportistë, të jem sa më afër sportit, por jo si sportist, por si fizioterapeut për të kujdesur për shëndetin e tyre. Shumë mirë. Hedon, si në fillim, por edhe ditët e sotme, çfarë të frymëzon të merresh me këtë profesion? Frymëzimi kryesor primar është ndihma që jep personave në një moment të vështirë, dhe humanizmi është mbi të gjitha. Ajo është satisfaksioni më i madh në këtë profesion. Hedon, duke qenë se ne ishim duke fol pak edhe para fillimit të emisionit, i tha që ke diku rreth 5 vite që ushtron këtë profesion. Por a e kujton ato eksperiencën e parë ndoshta me pacientin e parë, cilat janë ato momente ndoshta vështirësitë të cilat ke hasur ose thjesht kënaqësia që ke filluar tashmë ta ushtrosh këtë profesion? Po, gjithmonë, hera parë pacienti i parë gjithmonë ngjelet në mendje, pasi është më shumë sfidë barierë emocionale se sa aftësive, pasi që kemi qenë përderisa kemi marrë një pacient për ta trajtuar, ka qenë në një spital, kur ishin duke kryer stazhin profesional, edhe ka qenë një moment me një pacient kur fillova ta trajtoj nga fillimi deri në fund vet. Dhe pasi trajtova pacientin, ishte më shumë, siç thash, një barierë emocionale se si duhet të qasem, si duhet të komunikoj me pacientin, të mundohem të jem sa më empatik ndaj pacientit që efekti të jetë më i madh. Por besoj që ja kam dalë. Shumë mirë. Orsa 5 vite nuk është pak. Po besoj që ke pas një rrugë me ndoshta sfida të ndryshme, çësje të ndryshme. Sa ka ndryshuar këto 5 vite çësja jote ndaj fizioterapisë? Çësja ka ndryshuar goxha shumë, pasi që teoria, shkenca edhe praktika janë dy gjëra shumë të ndryshme, në të njëjtën kohë shumë të lidhura mes vete, pasi që nuk mund t'i ndajmë, por nga ana praktike, nga puna ime klinike çdo ditë që bëj, ka ndryshuar shumë gjëra, duke cek më shumë te komunikimi, pasi që çdo ditë mundohem me dëgju pacientin më tepër, edhe mos me trajtu pacientin si objekt, po që e kemi një çështje holistike ndaj pacientit, një trajtim biopsikosocial, domethënë më i gjerë, jo vetëm të trajtojmë pacientin, të tregojmë aparatura, terapinë manuale, por edhe ta mësojmë pacientin rreth trupit të tyre, se si funksionon trupi, që edhe ai ta ketë një farë dije rreth se si funksionon trupi i tij. Orsa veç pak po du më ndërlidh. Hedon, ti e cekët që komunikimi ndoshta ka qenë një ndër çësjet që ke ndryshuar gjatë këtyre 5 viteve punë apo profesion. A mundesh na tregon një moment sikletshëm që e ke pas ndoshta me një pacient, nëse e mban me? Moment të sikletshëm, nuk e di. Kur kemi pacienta për shembull që vijnë shumë të përgatitur, pasi që tash kemi qasje në internet edhe në fillimet e mia erdhi një pacient edhe më pyeti rreth një pyetje shumë interesante që unë nuk e di as vet. Edhe ishte shumë specifike, për atë nuk e dija, por gjithmonë ajo unë e mora me sportivitet, gjithmonë, jo me si lloj sikleti, po ishte sikleti i mirë ta thuj. Edhe pastaj pasi që kryeva punë me atë pacient, pas trajtimit unë në një futa me lexu për atë gjë.
Do më thonë, ajo ka qenë një moment i siklet, që më po siklet i mirë gjithmonë, pozitiv. Po. Don Endi të pyeti pak a shumë se si ka ndryshuar qasja jote ndaj fizioterapisë gjatë këtyre viteve që e ke ushtruar këtë profesion. Po tash gjatë këtyre viteve me sa ke parti, si ka shkuar evoluimi i fizioterapisë, nëse ke mundur të vëresh ndonjë dallim, diçka, ndonjë ndryshim gjatë këtyre viteve? Nëse flasim për vendin tonë në Kosovë, gjithmonë zhvillimi është çdo ditë më i madh, pasi që fizioterapia është ende degë nuk është e re, pasi që bëhet që shumë vite, mirë po popullata nuk ka një ndërgjegjësim të mirëfillt rreth fizioterapisë. Jemi më shumë të prirur, domethënë të marrim medikamente, edhe se sa ta shfrytëzojmë fizioterapinë. Po gjithmonë çdo vit fizioterapia u bëhet më e famshme ta quajmë, pacientat kanë qasje në internet dhe mund të marrin dhëna shumë të mëdha rreth fizioterapisë dhe zgjedhin fizioterapinë si një zgjidhje për shëndetin e tyre. Pasi që më herët kanë qenë skeptik për këtë sferë, kurse tash kanë ndije shumë të mëdha rreth fizioterapisë. Po, domethënë ka vazhduar kjo vedia dhe qytetarëve është duke u rritur dhe besoj që kjo është diçka shumë pozitive, është progres. Shumë. Edhe fizioterapia ka fusha të ndryshme. Në cilin fushë të fizioterapisë ti ndihesh më shumë në elementin tënd, le të themi? Gjithmonë ne kemi disa sfera të rehabilitimit në fizioterapi, por interesi im është në rehabilitimin neurologjik dhe rehabilitimin ortopedik. Kryesisht punoj me pacientë punoj me rehabilitimin sportiv, me pacientë që kanë probleme, domethënë sportista aktiv, por gjithashtu edhe me probleme osteomuskulare të sistemit osteomuskular të trupit tonë, ose muskuloskeletal. Çfarë do të vlerësoj si pjesë ndoshta më të vështirë ose më sfiduese të punës tënde të përditshme? Pjesa më vështirë, nëse bën punën me qejf, gjithmonë që nuk ka vështirësi, por gjithmonë ka kënaqësi. Po duhet të ceki rastet neurologjike janë pak më të vështira, sepse të konsumojnë më shumë. Duhet me pas parasysh që kemi një pacient që trajtohemi në momentin ndoshta më të vështirë të jetës së tij. Edhe shpesh kam si shprehje disa njerëz që kisha pas dëshirë mi njoft para asaj, por gjithmonë na duhet me u përball me ato sfida. Duhet të jemi në radhë të parë të luajmë rolin e psikologut në trajtim, pastaj të fizioterapeutit. Domethënë një qasje holistike. E dënuar sa të pyeti për sfidat në punë, po besoj si çdo njeri që ka sfidat në punë, ka edhe momente të lumtura. Cilat janë disa nga ato? Momentet më të lumtura, nëse marrim për shembull në klinikën e përditshme, atëherë flasim disa raste të pacientave, të cilët janë të shumë, por më duhet të ceki një X pacient i cili ka pas një aksident të tmerrshëm, edhe ka qenë diku 8 ose 9 muaj në koma, edhe ka qenë një palëvizshëm total. Një moshë e re, aksident me motociklet, por ai tash jeton pas një problem. Edhe ajo është një CV perfekte për mua, sa që shoh atë pacient ma jep një satisfaksion ndjesishëm të mirë. Po, shumë kënaqësi më dëgjues, sepse rezultatet e tilla normalisht që janë edhe fal punës së fizioterapeutit edhe normalisht që të gjithë kur e shikojmë dikot që po përparon, duke qenë se ka qenë duke u vizituar te ju, është edhe shumë kënaqësi e mirë edhe pas 8-9 muajsh në komë, është një periudhë jashtëzakonisht shumë e gjatë për me rikthy përsëri ndoshta me rilind për së dyti. Më rikthy siç ka qenë në fillim. Po. Hedon, duke qenë se ti punon në bazë ditore me pacientë dhe ata vinë për çështje të ndryshme ose probleme të ndryshme me të cilat po përballen. Ndoshta cilat janë ato fazat me të cilat ti arrin që ta përcaktosh një plan të personalizuar për pacientin? Gjithmonë është plani është i individualizuar. Çdo pacient nuk kemi për shembull një plan, një rehabilitim që vëmë për gjithë, pasi që çdo pacient edhe nuk bazohemi veç te diagnoza, pasi që mund të kemi një diagnozë të njëjtë, por ajo mund të perceptohet nga secili trup ndryshe. Kështu që ekzaminimi i mirëfillt, edhe ajo është kryesorja, është intervista, anamneza, komunikimi me pacientin, gjitha këto na bojnë që me hartu, me formulu një plan perfekt për secilin pacient. Domethënë është i individualizuar. Pasi që nuk mund të kemi një plan me disa ushtrime, i cili mund të jetë shablon për të gjithë. Po, domethënë duhet të jetë i veçantë. I veçantë. E dënë të në fillim e të ceke komunikimin. E që kjo pjesë pak përfshin edhe psikologun, le të themi. A ndodhë në herë në ndonjë rast ku ti ndihesh më shumë si psikolog se sa si fizioterapeut?
kemi shumë raste në klinikën e përditshme që shohim pacientat pasi që dhimbja është një perceptim, edhe ne mund të japim një ndihmë shumë të madhe pacientit nëse kemi një komunikim të mirëfillt, një qasje me pacientin sikur të jemi domethënë shok, po flasim rreth një problemi e jo të mbajmë një distancë. Kjo është shumë ideale për trajtimin e pacientit. Po. Hedon në bazë aditore kishe pacient të ndryshëm, siç e thamë dhe siç po diskutojmë, të cilët vinë me probleme të ndryshme. Por ndoshta përgjatë këtyre viteve karrierore, le të themi, nëse ti ke mundur të vëresh, cilat janë disa nga gabimet më të zakonshme që pacientët kanë tendencë të bëjnë gjatë ushtrimeve ose gjatë mënyrës së kujdesjes së trupit të tyre? Gjithmonë varet nga tipi i pacientit, pasi që ne e bëjmë një trajtim, një plan, por pacientat kryesisht, një masë e shumicës, pasi që dhimbja ka lënë, i ndërprejnë ushtrimet. Kjo është gabimi që shumica bëjnë, pasi që kujtojnë që dhimbja ka kalu, por problemi gjithmonë nuk shërohet për atë kohë. Edhe ne gjithmonë mundohemi me eduku pacientin në të njëjtën kohë, që ai me di çfarë problemi ka, jo vetëm ta trajtojmë, por edhe ta edukojmë në të njëjtën kohë, ta di çfarë problemi ka, edhe të mirret me atë problem, edhe kur të mbaron seancat e fizioterapisë, domethënë ta trajtoj problemin, jo vetëm ta ndalë dhimbjen si simptom. Po domethënë ta vazhdoj. Edhe ende dua mu ndërlidh pak me Hedonin, ne ishim duke diskutuar pak për posturën e trupit. Edhe besoj që secili këtu kemi tendencë që kur nuk kemi diku mundësi për me u mbështet, kemi tendencë që të kërrysemi, le të themi. Pse ndodh kjo? Tashti shumicën e kohës në ditët e sotme, shumica punëve janë ulur, edhe jemi në një pozicion statik për 8 orë, 9 orë. Nëse marrim këtë, nëse një person nuk bën sport, atëherë ka shumë të vështirë. Ka shumë të vështirë nëse bën atë punë për një kohë të gjatë, për disa vite. Gjithmonë instinktivisht ne mundohemi me ndaj drejt. Mundohemi me ndaj drejt, por nuk mund t'i japim trupit si një alert, si një alarm që me ndaj drejt këtë kohën, pasi që mund të kompenzojë më shumë se sa që duhet me një grup të muskujve, që pastaj mund të na jap edhe dhimbje. Çon domethënë një mbi ngarkesë të muskujve. Ne duhet t'i ushtrojmë muskujt që pa atë alarmin ton, muskujt të jenë në një pozicion të mirë edhe të jenë të pa ngarkuar në atë lëvizje që bëjmë. Pra postura është gjithmonë një faktor, po jo gjithmonë mund të jetë ajo arsyeja kryesore pse ne kemi dhimbje të shpinës. Pasi që varet shumë edhe aktiviteti fizik që bën çdo njeri pas atij orari që ka një posturë të keqe. Po. Domethënë aktiviteti fizik ka rëndësi shumë të madhe në mënyrë që me rregullu edhe posturën e trupit, ndoshta dhe mos më pas dhimbje shpine. Gjithmonë është kyçe. Hedon na mirë, me qëndrim të po. Mirë, shoj vazhdim. Perfekt. Hedon, a mund ta quajmë dhimbjen e kurrizit sëmundjen e shekullit modern? Po, mund ta quajmë, pasi që shkencërisht edhe sipas OBSH-s edhe sipas studimeve të bëra çdo vit, 1 në 2 persona njëherë në jetën e tyre kanë problem me shpinën. Edhe është një problematik pasi që ka ndryshuar dhe stili jetës, njerëzit nuk janë më aktiv sa duhet. Ka ardhur koha teknologjisë, koha makinave dhe shumica e pacientave janë shumë pasiv në stilin e jetës së tyre. Ajo është një nga arsyet kryesore pse ne kemi probleme më të mëdha tani me shpinën, me qafën. Sipas teje, cila është një rutinë ashta shëndetshme për një pacient? Rutinë e shëndetshme gjithmonë duhet marrim parasysh ushtrimet dhe stilin e jetës së pacientit. Nëse një pacient domethënë punon siç folëm më herët një punë statike, ai më domos duhet të bëj pauza të shkurta. Rekomandohet edhe nga OBSH që çdo gjysmëore të ketë 2-3 minuta lëvizje, ndrim të pozicionit, pastaj të vazhdoj. Po. Hedon, ne diskutuam edhe pak më herët që puna juaj si fizioterapeut lidhet edhe pak me pjesën e psikologjisë. Pra duhet të jeni edhe psikolog ose pedagog, pastaj edhe të jeni edhe fizioterapeut. Por duke qenë se psikologjia i studion edhe pjesët si stresi, ankthi, në rolin tuaj si fizioterapeut, a keni vërejtur që stresi mund të ketë lidhje pastaj edhe me dhimbje të ndryshme fizike të trupit tonë, për shembull qafa ose shpina? Gjithmonë domethënë problemet që japin dhimbje, edhe dhimbja si perceptim mund të rritet nga stresi. Pasi që sa më shumë stres që kemi, muskujt gjithmonë kanë me qenë më të kontraktuar, edhe nuk kanë me qenë të lirë. Kur muskujt janë të kontraktuar, nuk ka një qarkullim të mirë fill gjakut në atë zonë, edhe më njëherë manifestohet me simptoma si dhimbja,
humbja e lëvizjeve, rigiditeti, ngurshmënia e këto më radhë. Edhe na folën pak a shumë për aktivitetin fizik, për një rutinë të shëndetshme le të themi, a mundesh më na tregu pak se sa ka ndikim gjumi në këtë proces? Gjumi gjithmonë ka një rol kyç në jetën tonë, pasi që gjithmonë rekomandohet një orar prej 7 deri në 9 orëve gjumë, që ne të jemi vital, është një cikël të cilit nuk mund t'i largohemi. Pasi që nëse largohemi atëherë mund të kemi probleme të shumta. Ne mendoj që shqiptarët të kemi si tendencë që me shku te doktori vetëm kur dhimbja fillon domethënë me u bë pa durueshme, ndoshta edhe nuk mundemi mi përballu në kushte shtëpiake. Por kur është fjala domethënë tek fizioterapeuti, një person ose një pacient duhet të drejtohet te fizioterapeuti vetëm atëherë kur dhimbja është ekstremisht e fortë, ndoshta edhe nuk munden me e përballu, apo edhe më herët kur i kanë simptomat e para. Fillimisht është në vendin tonë kur një pacient ka dhimbje të forta të mëdha, së pari udhëzohet dhe vizitohet nga një specialist, qoftë neurolog, reumatolog apo ortoped, edhe pastaj rekomandohet nëse ka nevojë të bëjë fizioterapi apo të trajtohet në mënyrë medikamentoze. Gjithmonë trajtimi konservativ me anë të fizioterapisë është shumë i rëndësishëm edhe në ato faza kur dhimbja është e vogël. Preventiva është shumë e rëndësishme. Por në klinikën tonë për ditë si popull domethënë jemi neglizhent, edhe nuk kemi një kulturë të mirëfillt rreth shëndetit tonë. Shumica e pacientëve vijnë me dhimbje të forta, presin rezultate të shpejta. Kjo është pra ajo që duhet ne të bëjmë si fizioterapeut, mos vetëm të trajtojmë, por edhe të edukojmë pacientët tanë për shëndetin e tyre. Edhe deri në këtë moment na folem pak a shumë përgjithësi, nuk cekem ndonjë profesion, po unë po du me cek tash profesionin e sportistëve, po edhe du ndërlidh me njerëz zakonshëm. Çfarë këshilloni për parandalimin e dëmtimeve tek njerëz të zakonshëm dhe tek sportistët në këtë rast? Gjithmonë sportistët kanë një gamë të gjerë të lëvizjeve në trupin e tyre, disa me intensitet shumë të lartë. Edhe është komplet një trajtim ndryshe i një sportisti dhe i një njeriu normal, pasi që të dytë kanë disa targete të ndryshme. Sportisti si sportist ka atë target synim për me u kthy sa më shpejt në atë nivelin e performancës që ka në fushë, pa marrë parasysh çfarë sporti është, kurse njerëzit e thjesht normali kanë targete të ndryshme të vazhdojnë jetën pa dhimbje, të kenë një qëndrueshmëri, të vazhdojnë punën e tyre. Parandalimi i lëndimeve të sportistët ka programe edhe nga FIFA edhe nga organizatat e tjera sportive, të cilat bëjnë plane të preventives, pasi që edhe çdo ekip në Evropë dhe në botë ka një ekip të trajnerëve kondicional dhe fizioterapeutëve që mirën me preventivet. Pasi me preventiv e ndalon edhe koston e trajtimeve të sportistëve, edhe e nal numrin dukshëm diku 5-6% të lëndimeve që mund të ketë ai ekip ose ai klub. Tu dosh më ndërlidh këtu, folem për njerëz të zakonshëm, folem për sportistët, por këto këshilla të njëjta, a ju kishte këshilluar ndoshta edhe të moshuarve? Gjithmonë tek të moshuarit është ai stabiliteti apo qëndrueshmëria që ata duhet ta kenë për me pas një pleqëri ose një jetë në pjesën e tretë të jetës më cilësore. Se gjithmonë ka pacient që janë në moshë të shtyrë, por nuk bëjnë aktivitet fizik, por cilësinë e jetës e kanë shumë të ulët, edhe pse jetojnë për një kohë të gjatë. Unë gjithmonë mundohem që me përçu një mesazh tek këta pacienta në moshën e tretë që me pas një stil të jetës pak më të mirë, me bë sa më shumë ushtrime fizike që cilësia e jetës me qenë më e madhe. E duke qenë se tash teknologjia po avancohet çdo herë më shumë dhe normalisht besoj që edhe fizioterapia e ka një ndërlidhje me teknologjinë. Edhe tash shumë persona të ndryshëm ndoshta për me shku te doktori ose te fizioterapeuti, shikojnë ushtrime të ndryshme të cilat janë në internet dhe mundohen që të njëjtat t'i bëjnë edhe vetë. Sa është të dëmshme kjo ndoshta, sepse mund të ketë edhe gabime në bërjen e ushtrimeve dhe pastaj të pasohen ndoshta edhe me lëndime dhe me dhimbje edhe të mëdha. Gjithmonë është sa nëse kemi pacient i cili ka dhimbje, është rrugës që të konsultohet me një fizioterapeut. Nëse kemi një pacient, një person i cili nuk ka probleme eksakte, nuk ka dhimbje ose ndonjë simptom,
është më mirë që të futet në YouTube ose në një kanal të ndryshëm në një platformë të bëj ushtrime, pasi që është më mirë ajo se sa të mos bëj ushtrime fare. Po nëse një pacient ka dhimbje, atëherë është rrugës që të konsultohet me një specialist të fushës, qoftë mjek specialist ose fizioterapeut. Po, domethënë është e sigurt kjo praktikë të bëhet nga persona të cilët nuk kanë dhimbje eksakte ose një diagnozë eksakte. Nëse e dën ti si fizioterapeut tani në këto momente të pyetet për 3 ushtrime që çdo njeri duhet i bëjë çdo ditë, cilat janë ato? Gjithmonë ushtrimet duhet i bëjmë në kushte të mira që ti shohim të gjithë, ti demonstrojmë, por ushtrimet kryesore gjithmonë janë nuk mund t'i kemi 3 ushtrime të arta që mund t'i bëjë çdo kush. Por kemi një gamë të gjerë të ushtrimeve që është e preferueshme dhe deri në 15 minuta në ditë, një i moshuar, kurse një i ri ose një moshë mesatare llogaritet 105 minuta në javë ushtrime fizike, domethënë 5 ditë javës nga 30 minuta. Po. Ne folëm edhe për pjesën e teknologjisë dhe për inkuadrimin e teknologjisë në fizioterapi. Pra, si ka ndikuar teknologjia në profesionin tënd ndoshta dhe si e ka ndihmuar këtë proces? Teknologjia mund të na ndihmojë gjithmonë tek statistikat që kemi tek pacientët, AI na ka ndihmuar shumë që me pas një qasje më të lehtë që me urrit dhënat e pacientave, me pas një qasje më të lehtë. Po gjithsesi teknologjia në jetën kohë na ka ndihmuar shumë edhe në avancimin profesional. Unë kam kryer një trajnim prej Universitetit të Barcelonës në kohë pandemie kur ishte e pamundshme me lëviz, ishim në karantinë. Por fatmirësisht, falë teknologjisë, për 8 muaj gjysmë me radhë, kam vazhdu një trajnim i cili mirët me problemet e sportit tek sportistët, domethënë me problemet fizike tek sportistët aktiv. E dënë deri tani, deri në këtë momente, me ty folëm shumë rreth le themi në përgjithësi rreth profesionit tënd, por nuk të pyetëm për planet e ardhshme. Cilat janë disa nga planet e tua të ardhshme, si ato profesionale, ndoshta edhe personale? Planet e mia gjithmonë kanë me qenë me avancu sa më shumë këtë sferë. Kam dëshirë që me shty fizioterapin përpara në qytetin tonë, me pas njerëz më shumë dijeni rreth fizioterapisë, me pas qasje, me pas si me thonë për shkolla, me manifestu këtë gjë, fizioterapia me qenë me ditë gjithë çfarë probleme, për çfarë probleme mundet me shku një fëmijë, për çfarë, se kemi edhe të moshat e reja të shkollat fillore, unë gjithmonë kam tentuar që me pas më shumë informacion rreth problemeve të boshit kurrizor. Edhe të mbajmë në mënyrë vullnetare si fizioterapeut, të mbajmë sa më shumë mbledhje dhe të flasim rreth këtyre temave, se gjithmonë preventiva është më mirë se sa trajtimi. E fiks, dua me ndërlidh këto që tha edhe në shkolla është shumë e rëndësishme të bëhen, por hedon sa i përket moshës së personave ose pacientëve të cilët vinë ndoshta te tim për probleme të ndryshme. Cila është mosha ndoshta më e vogël të cilët vinë për kontrolla? Mosha më e vogël kam pas për shembull një rast që më ta cekin një frakturë e brylit, një fëmijë 3 vjeçar. Edhe kjo ka qenë ndoshta mosha më e vogël që kam trajtuar ndonjëherë. A është e vështirë puna me këto moshat e vogla? Gjithmonë është më e vështirë, pasi që duhet të kemi një qasje shumë të lehtë në krahasim me pacientët të cilët janë më në moshë, është gjithmonë më sfiduese. E dënë për me përmbledh këtë intervistë, këtë këto pyetje që t'i bëmë, nuk e di nëse sa ka mandej edhe ndaj pyetje. Jo, po shikojmë ndoshta. Ndoshta del ne. E dënë, a mundesh me le të themi na përmbledh për 1 minutë gjithë këtë intervistë me një këshill publikut? Okej, këshill. Unë si fizioterapeut, gjithmonë këshilla ime është që pacientat, njerëzit në përgjithësi, se gjithmonë me termin pacienta, edhe njerëzit duhen me qenë më aktiv, duhen me lëviz më tepër. Ka një jetë e cila kuptojmë që është shumë dinamike, mirë po duhet me gjetë atë kohë në fakt, me i kushtu, me qenë primare shëndeti ynë, pasi që kemi një trup të vetëm, edhe ne do të investojmë trupin tonë për të ardhmen, pasi që ky trup do na rrit ose do na zvogloj cilësinë e jetës në kohën kur jemi pak më të moshuar.
Shumë mirë, Hedoni, Endi, a ke diçka për më Jo, shtumë? jo, Hedoni kam, nëse ka diçka, nëse besoj që kemi ndarë shumë nga profesioni edhe nga sfera të ndryshme, por nëse keti diçka që mendon që më të vërtet ja vlen që të dëgjohet nga të gjithë shikuesit që po na ndjekin në këto momente, mund ta ndosh? Besoj që kemi cek disa tema shumë interesant, edhe kjo është S'na kam jetë për qoa. Shumë mirë. Kemi folë për krejt. Hedon, faleminderit shumë që ishe sot pjesë e jona, pjesë e podcastit Rinia. Kënaqësi shumë që ndër fytyra të ndryshme, ndër profesione të ndryshme me të pas edhe ty si fizioterapist. Faleminderit edhe për juve, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë Hedoni, Endi, faleminderit edhe ty, faleminderit shikuesve. që çdo javë po sjellim tek publiku fytyra dhe profesione të ndryshme që po besoj krejt nga publiku pak a shumë munden me u ndërlidhe dhe me gjetë veten me profesionin e vet. Kënaqësi shumë që edhe këtë diele ishim së bashku, kënaqësi që çdo të diele do të jemi së bashku dhe kënaqësi shumë që me ju lon publikut një takim tjetër, të dielen tjetër me një fytyrë shumë interesante tjetër. Pa tjetër, si që tha Endi, ne bashkë do të takohemi të dielën tjetër me mysafir të ndryshme, mysafir shumë special, të cilët do t'i lëm ndoshta surprizë kur të takohemi, do të keni mundësi që t'i shihni. Faleminderit shumë për besimin dhe mirëmbëjtje deri në takimin tonë të radhës.